gjithë Shqipërinë dhe nuk vjen si rezultat i të kalurës, po vjen si rezultat i dështimit total të shtetit. Vjen si rezultat i dështimit të shoqërisë. Dhe vetë ne si shoqëri merrem kur ndodh ngjarja. Pse ju si mendoni nuk e ka dita i punëtori policisë konfliktin midis tyre? Po si kujton se ata që kanë dalë me vrap. Po çfarë të bëj policia Dugjani? Ti monitoroj 24 orë në 24 apo kur flas policia në drejtësi. Flas për inspektorin e krimeve, për policinë kriminale që duhet punoj për të rifilluar. Ajo ka qenë në proces, po ka shumë ngjarje të tjera të cilët pezullohen për mos zbulim autori. Nuk punohet. Më nëse do të lësh ngjarje të vjetra do të thotë që shiko se filani ka marrë gjakun s'ka në burg. Pra është një nxitje për ta marrë gjakun. Edhe vetë shoqëria të anetemon të shikon me një sy se ky s'ka marrë gjakun e vllajt ose të babait. Sepse e shikon dhe autorin në rrugë. Ndërkohë nëse shteti vepron, atëherë vetë edhe familja, dhe shoqëria, dhe këta zotërit që ndërhyjnë, shkojnë i thonë, ore, shko se fale, ka ndodhur, autori është burg. Pra nuk është vetëm problemi këtyre, dhe nuk është problem që nuk dihet. Dihet se negociojnë, shkojnë absolutisht për të kërkuar ndërhyrje, për të pajtuar, edhe ai që ka vrarë. Ja ta pyes për një gjë të fundit, zoti Abazin. A funksionon ende pajtimi sot, zoti Abazi? A mund të ndërpritet një zinxhir gjaku para se të marrë breza të tjerë? Po patjetër se pajtimi funksionon, nëse ne do të bashkëndojmë punën, siç tha dhe zoti Dëgjani, se unë në gjurë me vëmendjen se është një njohës i mirë, se vjen nga ajo zonë që kanoni ka më shumë gjurë, dhe është diçka që nëse në të kapin në fillim, për pa notë në gjardja, pa tjetër që ka raste që janë shtru edhe janë pajtu. Nuk është, po tila raste, pa arritëm ne që po notë ja keqja, që ato pajtosh, është e përvështirë. Absolutisht, po. Mirë, zoti Abazi, a ka një statistik, pyetja fundit për ju, a ka një statistik se sa familjet ngujuara janë në gjithë Shqipërinë, kush janë qarqet kryesore, se përmendi Karamuço pak më parë. Qarku kryesor të Shqipërisë Lezhë. Lezhë është qarku kryesor. Të paktën Lezhë, qarku i Lezhës ka 35 familje të ngujuara. Të ngujuara. 35-36 familje të ngujuara. Vetëm qarku i Lezhës. Se epicentri ka qenë Shkodra, Malësia e Shkodrës, tash ka kaluar në Lezhë, aty kuptohet që vinë nga gjitha trevat. Pra 306 janë të ngujuar dhe me konflikte aktive për përplasje. Se përmendëm një shifër, 306 familje të ngujuara dhe me konflikte të hapura. Vetëm Lezhë 306? Qarku Lezhës. Familjet e ngujuara. Po, jo, e ka vetëm për familjet e ngujuara, zoti. Aq janë në total, thot Abazi. 35-36. Okej. Dhe çfarë do të thotë ngujim? Ata nuk dalin kurrë nga banesa e tyre? Normalisht që nuk dalin. Burrat janë të ngujuar. Ngujim nuk dalin burrat, vetëm gratë dhe fëmijët. Asnjë tjetër. Pa nuk funksionon shteti në këtë pikë? S'mund të funksionojë Ka dot. dhe vepër penale, është vepër penale në qoftë se ti e kërcënon për të mbyllur mbrenda, është vepër penale. Shoqëria shqiptare kjo është. Okej. Mentaliteti i shoqërisë shqiptare kjo është. Mirë, zoti Abazi, të falenderoj shumë për gjitha detajet që ndave me ne, eksperiencën tuaj. Unë kam Faleminderit juve.